يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, prej gjërave që neve na ndihmojnë për të larguar nga zjarmi i xhehenamit dhe për të ruajtur nga zjarmi i xhehenamit, nga ajo krijesë e madhe, ajo krijesë që është krijuar ankas vetëm për t'i dënuar ata që nuk i nënshtruhen Allahut Azza wa Jall dhe ata që i bojnë shok Allahut Azza wa Jall. Prej shenjave është se nëse dush me qenë prej atyreve që ruhen prej zjarmit të xhehenamit, është se ta kujtosh ahiretin. Përpiqu në mendjen tënde dhe zemrën tënde, tjetë ahireti vazhdimisht në mendjen tënde, të mendosh për ahiretin, të mendosh atje se si do t'jetë gjendja yte në ditën kur do dalmi para Allahut dhe si do t'ja kalosh pyetjeve që do të parashtrohen si në varr, ashtu edhe kur dalmi para Allahut Azza wa Jall. Sepse nëse ne vazhdimisht e kujtojna ahiretin, atëherë kjo është një prej shkaqeve që neve na ban mu pëndu ma shumë tek Allahu Azza wa Jall. Na ban me u pëndu se herë që na e kujtojna gjendjen tonë që kena me dalë para Allahut, e a thu si do t'i përgjigjemi Allahut, e a thu Allahu, a do t'ma falë mu këtë gabim, as do t'ma falë këtë lëshestimin që kam bo, ka ma falë Allahu apo jo, nëse fillon kështu me gjyku vetën tënde, atër gjykimi jëtë para Allahut ka me qenë ma i letë. Njo, edhe do të hapën ty vetë pastaj rrugët për pendim me shumë. Për shkak se, tha shkaku i mëkateve është, më shumë të është shkak i mëkateve që rëbë të Zotit i bëjnë, është aja kur e harojnë ahiretin. S'mendojnë dhe si shkos mendja e ti as njëherë dhe zemra e ti s'mendojnë për ahiretin. Pra ndaj është i lirë, pse mos ta ban mëkatin ai? Ai e ban prandaj e ban let mëkatin. A sikur ta kishte në mendjen ti ka dalë se unë mendje dhe zemrën e baj mëkat, po si do t'i përgjigj me kështu Allahut Azza wa Jall, atëherë do t'jetë më pak i kapur për mëkate, më let do të vijë deri tek pendimi. Pastaj prej asaj që neve na ban më urujt është që ta kujtojna ditën e gjykimit si një ditë vërtet ditë merre. Ditë kur Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an, inna batsha rabbika lashadid. Vërtet hidhrimi i Allahut në atë ditën kur dalmi para tij është i madh. Asnjëherë Allahu Azza wa Jall ashtu më herët s'është hidhru. E pas asaj dite nuk hidhrohet më ashtu Allahu asnjëherë. Mendoje këtë ditën kur delshti para Allahut Azza wa Jall, kur Allahu Azza wa Jall është i hidhru ma s'është hidhru asnjëherë më herët kështu, e as pas këtoj dite, ku në atë ditë Allahu në mesin e atyre miliard krijesave, ty të drejtohet, o robim, po çka të shtyri ty mos më nështru mua, o robim, po pse këtë mëkat e bëre kur pate mundësi, me vetë dëshirë e bëre, o robim, po gjithë këtë urdhra që ti ka më dhonë, pse në vend nuk i kequ. Pastaj, para se mja nisë Zoti me të pyet, a e dini se çka ndodh me rëbt? Atë ditë, vërtet ditë hidhrimi, kur t'ja nisin me na ardhë fletushkat, ata dy melek që na i kemi,
2 që janë për shënim veç, se I kemi 5 që na ndjekin. Po këta që shënojnë janë 2. Ai që ke bën vepra të mira, mos mendo që ta kalon, na një pa ta shënu. Edhe ai që ti kur ke bërë vepra të këqija, mos mendo që ta kalon, na një pa ta shënu. E pastaj ndi gjykimit kur të fluturojnë fletushkat, ka thënë Allahu Azza wa Jall. Fluturojnë fletushkat, edhe të mirëve I ju vinë në dorën e djathtë. I ju vinë në dorën e djathtë. Edhe I ka personi I miri, fletushkat që ja kanë shënu me leket veç vepra të mira. I kap në dorën e gjatë mesin e atyre miliarda njerëzve. Edhe a I krenohet që atëherë është momenti për të krenuar. Edhe a I thot, ha u mu krau kitabije, ha lezëmni, shikoni se qka po lezën, qka po shënën libri im. Qka po shënën apo e vrik, që atëherë krenohet. Ndërsa njerëzve ju të mirë, ju vijen nga e majta. Ju vijen nga e majta dhe ata thunë, atë mirët na, po s'pas kalon sen pa shënu ky libri jonë. Këtu fletushkat e mija s'pas kalon sen mongit diçka pa më shënu. E disave, Allahu e përmendin Kur'an, e ik dorën e majtë. Mos t'i ngjitet se ai libër fletushkat ngjiten për dore, e ik dorën nga pas. Allahu thot, e atyre nga pas ju ngjitet fletushka në dorën e majtë të tij. Prandaj ta mendojna këtë çështje se vërtet hidhrimi I Allahut është I madh. E nëse kështu mendojna, vallah, nëse njëri kështu e mendon me bindje të thellë, atë vërtet rromja e tij në mëkate, mos ndjekja e urdhrave të Zotit nga ky person është shumë e vogël. Pastaj, ajo që neve na ndihmon është që mos mendona, o ju vëllezër musliman, mos mendona që veç pse nëse njëri prej neve është I pasur, veç ai do të shpëton atje. Veç ai do të shpëton, ose ai do të shpëton sepse është prej pasanikëve, ose tjetri mendon se unë kam e shpëtu, sepse kam fëmijë, I kam 5, 10, ose dikush edhe me shumë fëmijë. Unë do të shpëtoj se kam bo shumë fëmijë, kam hek për t'i rritur ata. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, yawma la yanfa'u malun wala banun. O ju njerëz, ditën kur dolni para Allahut, pasuria nuk ban dobi. Kështu tha Allah, pasuria mund sjell ndaj dobi në dunjë. E atje tha, nuk sjell dobi pasuria, por as fëmijët e tu. Janë fëmijët e disa prindër, a e dini që prej lart kur ta shohin prindin e tyre, ata kanë me ik prej tij. Nat të merr të madh, e sheh prindin lart, edhe ik në kondin tjetër, që mos t'i afrohet prindit. A e dini pse? Sepse prindi ka pason o biri jam, nënshtroju Zotit, kry obligimet e Zotit. E ai nuk I ka kry, se ka ngu prindin para Allahut, se ka ngu prindin, atër ik në anën tjetër. Po ka mundësi e me qenë edhe e kundërta, ik prindi prej fëmijës e vetë. Hëti mjeri unë ku dolëm tash para Allahut, po pse unë e fëmijën tem se mësejsha, po jam mësejsha këtë teknologji, jam mësejsha këtë shkencë që sen si ka sjell dobije, e këtë lloj galaktikër që ja hum shakuhen krejt, a për Zotin tem sen si ka mësu, ik edhe prindi prej fëmijës e vetë. Kjo është ditë merri, Allahu tha ditë nuk sjell dobi, pasuria dhe fëmija. Vazhdon ajeti tjetër, thotë illa man atallaha biqalbin selim. Atë ditë ka me sjell dobi veç kush I ka shku Zotit me zemër të pastërt dhe të mirë dhe me besim të plot. Kjo I sjell dobi. E njeriu tash kur e mendon që fëmia sens po sjell ka, atë nuk e hum krejt dunjon, krejt kohën që ka kohën e ibadetit, e hum për fëmijë, nuk e hum më. As krejt dunjon, jetën e tij, veç të bëj pasuri, nuk e hum më. Por me ndonë për Allahun Azza wa Jall. Pastaj ajo që neve na forcon, nëse dhe këtë e mendojna, e si në mendje dhe zemrat tona se vërtet atë ditë nuk do të shpëton pa u llogarit as çështja ma e vogël e jotja. As ti mos mendo se nëse kështu e kena bindjen, se kështu na ka mësuar Zoti në Kur'an dhe pejgamberi në hadithe, se as për gjën më të vogël vallahi s'ki më shpëtu pa u pyet. As nëse veç një lakim të syrit tan e ke bën, nuk do të shpëton para Allahut pa u pyet. Veç nëse Allahu don me ta mbulu, edhe don me të fal. Allahu tha në Kur'an, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Tha ju njerëz, tha Allahu në Kur'an, kush e ban një të mirë sa grimsa e atomit,
atë mirë ato do ta sheh. Nuk është mirën që ti e ban, më ta po alemi, bota krejt. Fshati, qyteti, shteti krejt më ta po, nuk është kusht. Nëse ti e ban, Allahu tha, në ditën kur është dita më e tmerrshme, dita që pas asaj është xhenet ose zjarr, Allahu tha, gjën më të vogël që ti e ke bërë, qoftë edhe së grimca atomit, më të vogël grimë që e përmendi Allahu tha, atër atë kime po atje, wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yarah, por edhe dine tha Allahu, se edhe nëse të keqen më të vogël së grimca atomit e kini bërë, mashtrimin më të vogël që ju e kini bërë, gënjeshtën më të vogël që e kini bërë, tradhtin më të vogël që ju e kini bërë, më të vogëlën, një obligimin më të vogël që ti e ke lënë pa e kry, a ditë tha Allahu do ta shifni kur do të dilni para Allahut Azza wa Jall. Pastaj një prej dietarëve Al-Manawi në librin Faidul Qadir, kur e zbërthej një hadith pejgamberit, hadithin që e sjell Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani tha është i vërtetë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Law anna qatratan min az-zaqumi qutirat fi dari dunya." Tha pejgamberi sam, o ju njerëz, dini se në xhehenam, në zjarmin e xhehenamit është një pemë. Është një pemë që është ushqim për xhehenemlit. Koka e cilit është si kokë shejtani. Kështu e ka thujt Allahu Azza wa Jall. Tha pejgamberi në këtë hadith, veç një rruzë e saj, veç një kokër e saj, sikur tu hedh ke në dunjo. A di çka tha? Kerejt shijet e ushqimeve të dunjos kishte me i prish. Kerejt shijet e ushqimeve të dunjos kishte me i prish. Tha pejgamberi sam, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kayfa biman takuna ta'amah. A e keni mendu, tha pejgamberi sam, e po si do të jetë gjendja e tij që kjo lloj ushqimi është ushqimi i xhehenemliut. E nëse ndonjëri prej neve e mendon që Zoti na rujt, po si do të jetë gjendja ime kur ky është ushqimi im, atë si do t'i përgjigjem dhe si do ta kaloj këtë gjendje unë pastaj. Këtë hadith kur e përmendi, ky pi dietarëve që e përmenda, tha është më ta bë ty me shenjë o insan, o njeri, mendoje ahiretin, mendoje atë se çka të pret në ditën kur dilsh para Allahut, mendoje atë se ndash më tu shpëtu prej zjarmit xhehenam, ndash më shpëtu prej zjarmit xhehenamit, ndash zemra jote me gjet një rrugë të hajrit, atëherë mendoje ahiretin, atje e përmendi. Por atëherë se si të shërohemi prej këtyre gjërave, prej këtyre gjërave është nëse najherë nalësh ti dhe e pyet veten tënde dhe i thu, o ti insan, i thu vetes tënde, vërtet dukesh si njëri i shmendur, po pse më najherë nuk e mendon që ti ki me dal para Zotit të Madhreshëm? A mendove se Zoti krijon këtë se koti diçka? Pse nuk e mendon këto që ki me dal para Allahut Azza wa Jall? Po pse nuk e mendon problemet që do të janë ditën e gjykimit, këto që pak i përmenda lart? Po pse nuk i mendon e herë ato dënimet që janë për xhehenemlit në zjarmin e xhehenemit? Po për ato ushqime dhe ato pije të xhehenemit, pse një herë nuk mendon për tu? Dhe atëherë ktheja përgjigjen vetes tënde dhe thuaj, nëse unë ndonjë një problemin më të vogël, një dhimbjen më të vogël, një ushqimin pak më të shëmtuarin në këtë dunjë s'unë e boj, atëherë si muj me i duru krejt që të vujtje dhe dhimbje dhe trishtime në xhehenem atje dhe ato ushqime, si muj me i përballu one, kështu propit e vetën tonë dhe kështu përgjigju. Atë kjo është një prej rrugëve që neve na shpëton, na mbron prej zjarmit të xhehenemit. Lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu prej zjarmit të xhehenemit të na shpëton. Lusmi Allahun Azza wa Jall që atje në xhenet me njerëzit e mirë të na takon, me pejgamberet e Zotit dhe ata të sinqertit atje Allahu të na takon. Lusmi Allahun Azza wa Jall veprat të na pranon. Veprat e mira Allahu të na pranon dhe muslimanëve kudo në botë që janë Allahu të ju ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.